Shqipëria dëherë Kosova nuk janë Irani, por heshtja ndaj ekstremizmit fetar mund t'i hap rrugë së njëjtës errësirë. Kur kontrolli mbi gruan nis të vishet si moral, shoqëria duhet të kuptojë se alarmi ka rënë. Shqipëria dhe Kosova nuk janë Irani. Nuk kanë regjim teokratik, nuk kanë polici fetare dhe nuk kanë ligje që detyrojnë gruan të mbulohet me forcë. Kjo duhet thënë qartë që në fillim. Por po aq qartë duhet thënë edhe diçka tjetër. Çdo shoqëri që toleron rritjen e narrativave ekstremiste kundër grave, që relativizon presionin mbi trupin, zërin, lirinë dhe dinjitetin e tyre, nis të ecë në një shteg të rrezikshëm. Jo drejt Iranit si kopje mekanike, por drejt një kulture ku gruaja shtyhet hap pas hapi jashtë lirisë së saj. Kjo është arsyeja pse koha për të thënë stop është tani, jo kur dëmi të jetë bërë. Pamjet historike nga Teherani i vitit 1979, kur mbi 100.000 gra dolën në rrugë për të kundërshtuar hijabin e detyruar, nuk janë thjesht kujtesë e largët. Ato janë paralajmërim. Në Iran, kufizimet ndaj grave nuk ranë nga qielli brenda një nate. Ato u ndërtuan me hapa, fillimisht si moral, pastaj si norm, pastaj si detyrim, pastaj si ligj, pastaj si ndëshkim. Brenda muajsh u shfuqizuan mbrojtje ligjore, grave ju kufizuan profesionet, u ul mosha e martesës për vajzat dhe segregimi gjinor u shtri nga shkollat të hapësirat publike. Më pas, hijabi i keq u kthye në çështjen ndëshkimi penal. Ky është mësimi brutal i historisë iraniane. Shtypja nuk vjen gjithmonë me shumë në ditën e parë, shpesh vjen e veshur si virtyt, tradit, ruajtje morali dhe mbrojtje e shoqërisë. Në trojtë shqiptare, rreziku nuk është se nesër do të zgjohemi në një republikë islamike. Rreziku është më dinak, normalizimi i një klime ku vajza dhe gruaja gjykohen për veshjen, për praninë publike, për zërin e tyre, për mënyrën si jetojnë, për faktin se duan të jenë të lira. Rreziku është kur predikimi ekstremist përpiqet ta shndërrojë gruan nga qytetare në objekt kontrolli. Kur disa rryma kërkojnë bindje, jo besim, nënshtrim, jo dinjitet, frikë, jo liri. Dhe kur shoqëria, politika, mediat dhe institucionet zgjedhin ta trajtojnë këtë si temë delikate që nuk duhet prekur, atëherë problemi nuk mbetet vetëm te ekstremistët, problemi kalon te dobësia e vetë shtetit dhe shoqërisë. Fakti që Bashkimi Evropian, OSBE dhe vetë qeveritë e rajonit vijojnë të trajtojnë parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm si prioritet tregon se rreziku nuk është imagjinar. Shqipëria ka në fuqi një strategji ndërsektoriale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe kundër terrorizmit për vitet 2023-2025, ndërsa strukturat europiane vijojnë të punojnë me vendet e Ballkanit Perëndimor pikërisht sepse radikalizimi mbetet një shqetësim real për rajonin. Por ekstremizmi nuk matet vetëm me atentate, rekrutim apo rrjete të dhunshme. Ai matet edhe me idetë që përgatitin terrenin. Me gjuhën që u angushton grave vendin në shoqëri. Me përpjekjet për t'i kthyer vajzat në simbole bindjeje. Me presionin social që i bën gratë të ndihen fajtor për lirinë e tyre. Me fanatizmin që e trajton gruan si kufin deri të burrit dhe jo si qenie të lirë me dinjitet të pacënueshëm. Sa herë që kjo frym zë vend, shoqëria duhet të reagojë jo nesër, por sot. Ky debat nuk është kundër fesë. Ky është thelbi që nuk duhet shtrembëruar. Liria fetare është e drejtë themelore. Besimi i sinqert nuk është armik i askujt. Por ekstremizmi nuk është besim, është përdorimi i fesë si mekanizëm pushteti. Nuk është devocion, është disiplinimi i trupit dhe mendjes së tjetrit. Nuk është spiritualitet, është ideologji kontrolli. Dhe pikërisht sepse ka shumë besimtar të ndershëm e paqësor, duhet bërë dallimi pa ekivok mes fesë dhe fanatizmit që synon të diktojë jetën publike dhe private të grave. Arsyeja pse alarmi duhet marrë seriozisht është se Shqipëria dhe Kosova kanë ende dobësi serioze në mbrojtjen e grave edhe pa ardhur punat e fanatizmi fetar. Raportet europiane për Shqipërinë theksojnë se përpjekjet duhet të forcohen sidomos në fushën e dhunës ndaj grave, ndërsa raportet për Kosovën evidentojnë se gratë në jetën publike e politike vazhdojnë të përballen me sulme seksiste, burime më të pakta dhe trajtim të pabarabartë. OSBE po ashtu ka raportuar për përpjekje të posaçme institucionale në Kosovë për të luftuar dhunën ndaj grave dhe eliminimin e saj edhe në politikë. Këto janë dobësi serioze të veta, të shtosh mbi to edhe narrativat ekstremiste do të ishte recetë për regres të shumë fish. Prandaj pyetja e vërtetë nuk është nëse nesër do të bëhemi Iran. Pyetja e vërtetë është, a do të lejojmë që në emër të modestisë, ndeshmërisë apo moralit të helmohet hapësira publike kundër grave? A do të lejojmë që vajzave të mësohet frika në vend të lirisë? A do të lejojmë që universiteti, shkolla, rrjeti social, lagja dhe ekrani të bëhen vende ku gruaja gjykohet e vihet në bankën e turpit sa herë që nuk bindet ndaj një modeli të imponuar? Sepse aty nis rrëshitja. Jo te ligji i parë. Jo te policia e parë. Por te normalizimi i idesë se gruaja duhet kontrolluar. Nëse Shqipëria dhe Kosova duan të mbeten shoqëri europiane, të hapura dhe dinjitoze, ato duhet ta kuptojnë se betejë nuk është vetëm kundër dhunës fizike, por edhe kundër kulturës që e përgatit atë. Duhet shkollë që edukon për liri, jo për nënshtrim. Duhet shtet që mbron të drejtat, jo që dridhet para ekstremistëve. Duhet media që dallon fen nga fanatizmi. Duhet elitë publike që e thot troç, trupi i gruas nuk është territor ideologjik. Jeta e saj nuk është fushë pushtimi. Liria e saj nuk negociohet. Sepse historia na ka mësuar se shoqëritë nuk shemben vetëm nga pushteti brutal. Shpesh shemben nga toleranca ndaj atyre që duan ta kthejnë lirinë në faj dhe gruan në qenie të nënshtruar. Dhe nëse ne heshtim sot, nesër nuk do të kemi të drejtë të habitemi sepse errësira erdhi kaq afër.